burime, e gëzofshi edhe veç të mira e ushtofshi gjithmonë. Faleminderit shumë për juve. Zoti ju shpërblet. Në kujtojnë, flamurfetojnë të zokën e dëmbulën edhe të gjithë këta se kanë kontribu për neve. Zoti ju shpërblet. Amen, inshallah. Jo gëzofshi. Në natën e Kurban Bajramit, shoqata Bereqeti gëzoi 3 jetim në qytetin e Gjakovës, duke i bërë ata me banesë të ri. Nga kushtet të jetë ënda dhe shtëpi që si plotësonte as kushtet elementare për banim, jetimet e moshës 8, 12 dhe 14 vjeçe janë bërë me banesë të ri, fal shoqatës humanitare Bereqeti. Familja shtatantashe Mehmeti nga Gërkuci Gjakovës, 3 fëmijët, nëna dhe 3 hallat e tyre, po jetonin me një dhomë të vetme, deri pak ditë më parë. Por festën e Kurban Bajramit do ta presin në këtë banesë të mrekullueshme. Edhe lumturia e tyre është më së evidente. I falemnderoj të gjithë donatorët që kanë kontribuar për këtë banesë, për këta fëmijë jetima. Zoti shpërbleft kudo që janë. Zoti inshallah ja fal shëndetin e ja shton bereqetin. Ata që kanë dhënë për këta fëmijë jetima më ia vlen këtë banesë. 20 ditë më parë, kjo familje kishte trokitur në derën e Bereqetit në Gjakovë, ku koordinatori i saj, Abdurrahman Bejtullahu, fal bamirësve, arriti të sigurojë shumën prej 51.000 eurove për blerjen e banesës së ri. Ai thotë se kjo festë vërtet po kompletohet, jo vetëm për këtë familje, por edhe për gjithë muslimanët. Sot e kemi 2 gëzime në natën e Kurban Bajramit, festës tonë që presim në mban botës besimtarët musliman. Në jetën kohë kemi dhe gëzimin e kësaj familje që paratohet mbi mbi tokë. Padyshim që ajo është ka vlen theksohet në falënderim tepër i madh për gjithë ata që na kanë ndihmuar nga Haxhia Ademi me një shumë për 10.000 dhe një bamirës nga Graci me një shumë më shumë që ka desë mbet anonim. Rekord ka qenë për 20 ditë që më bo shumë 51.000 euro. Derisa kemi kthy bamirës që kanë pas nevojë që të kontribuojnë së plotësoj shumë. Kanë qenë nga Gjakova, nga bizneset ndryshme, nga njerëz që kemi afër dhe larg kësaj, por është ndjenjë e cila nuk përshkruhet me fjalë, dhe këta kanë qenë ata cilët e kanë merituar më së shumti, dhe shpërblimin e shohin tash bamirësa që kanë japur me djersën e vet me mundin e vet, sepse këta gëzohen tash sa vite, uroj të kenë shëndet, të kenë mësim të mirë raport me çdo kon që jeton në Gjakovën tonë. Prezent në dorëzimin e çelësave të banesës së re ishin edhe përfaqësues të tjerë të nivelit komunal të Gjakovës, të cilët shprehin gëzimin e tyre me rastin e dhurimit të kësaj banese. Unë sot në cilësinë e kryetarit të komunës, kam nderin që të jem këtu edhe me shoqatën Bereqeti. Sot familja Mehmetaj të ketë një streh të sigurt, në këtë natë të bekuar të Kurban Bajramit, shqiptarët din të bashkohen dhe shqiptarët dun dhe din të bashkohen, atër bojnë punë të mëdha. E në këtë rast familja Mehmetaj ka qenë në një gjendje jo të mirë ekonomike, në një gjendje të vështirë, por nga sot është një kapitull të ri, e cila urojmë që të ketë shëndet, të ketë bereqet, e të rritet, të zbadhuat me gjitha të mirat, po në këtë rast unë shfrytëzoj që të gjitha ata të cilët kanë kontribuar që kjo familje ta ketë një jetë të mirë, i uroj që Zotit ja u shpërblej me të mira tek familjet e tyre. Me plot thellësi ja urojmë shtëpinë e re këtë natë Bajramit dhe shprehim falënderimin tonë të sinqert edhe për bashkëpunimin e komunës, edhe për gjithë donatorët që kanë dhënë pa hezituar që kjo banesë të jetë në punën tuaj. Zoti ju nderoft juve, ju uroj fëmijë që shkënin qef, pasi gjithmonë gëzime, e lutim Zotin të lëshon që gjithë donatorët t'u kthej siç është më së miri. Faleminderit shumë hoqë. Edhe gjithë ai njerëz që ka qenë 10 herë sipër i falenderoj shumë. E thashë gofshin këtë banesë, inshallah u shkon marr.